Kjo grua vendosi një hudhër në jashtëk dhe nuk e besoi atë që i ndodhi. Nëse doni të parandaloni problemet kardiovaskulare, problemet me mëlçin, ftohjen apo gripin, apo problemet me frymëmarrjen, atëherë ju me patjetër duhet të bëni pjesë të dietës tuaj edhe hudhrën. Fuqia e hudhrës mund të jetë më e madhe kur ajo është e grimcuar, por përdorimet dhe efektet e saj pozitive janë me të vërtetë të shumta. Këtë gjë e tregon edhe një blogere e famshme e cila ka vendosur të shkruaj në webin e saj se vendosja e një hudhre në jashtëk përpara se të shkoni për të fjetur cilësohet si një praktikë e cila mund të përmirësojë gjumin në mënyrë të konsiderueshme. Prandaj mos hezitoni të vendosni një hudhër në jashtëkun tuaj për të përmirësuar gjumin tuaj ose në rastin tjetër mbajini atë në xhep në mënyrë që të largoni energjinë negative.